Një ngjarje e rëndë ka ndodhur përgjatë mesditës së shenjtes në aksin rrugor Borë-Shter. Siç ka njoftuar edhe policia një ditë më parë, një automjet tip Toyota ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në një kanal ansor, duke shkaktuar humbjen e një jete dhe duke lënë 2 persona të tjerë të plagosur. Dyshuesi drejtuesi i automjetit ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit në një prej kthesave të rrugës së ngushtë dhe të rrezikshme. Brenda mjetit udhëtonin 3 shtetas, RZ, VT, si dhe EM, punonjësi i policisë së shtetit, i cili fatkeqësisht ka ndëruar jetën në vendngjarje si pasojë e plagëve të rënda të marra. 24 orë pas aksidentit në fjalë, këtë të premte, policia e Vlorës komunikon zyrtarisht për media se specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Sarand kanë referuar materialet në prokurori pasi nga veprimet hetimore të kryera për aksidentin e ndodhur një ditë më parë në aksin Fter-Bosch, rezultoi se drejtuesi i mjetit Toyota që doli nga rruga ka qenë shtetasi EM, 58 vjeç banues në Sarand, i cili ka humbur jetën në vendngjarje. 2 pasagjerët, shtetasit RG, 59 vjeç banues në Sarand, si dhe VT, 76 vjeç banues në Lukov, janë momentalisht në spital jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale për rastin në fjalë i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Një prej personave që ka humbur jetën, 58 vjeçari EM, ishte një shërbestar i ligjit, i njohur nga kolegët si njeri i përkushtuar dhe i drejtë. Është ndarë nga jeta në mënyrë tragjike, duke lënë pas pikëllim në radhët e familjarëve, miqve dhe kolegëve të tij. Kjo ngjarje e idhur i rikujton të gjithëve pasigurit e aksit rrugor Borë-Shter, por edhe nevojat urgjente për ndërhyrje në infrastrukturë, si dhe rritjen e kujdesit përgjatë drejtimit të automjetit.